Miq të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në studion e televizionit Apollon. Do të flasim sot për komunikimin. Në fakt, për hir të së vërtetës, është komunikimi ai që ndërton një marrëdhënie, është komunikimi i mirë ai që ndërton një shoqëri të shëndetshme, pra është komunikimi ai që na hap dyert kudo, brenda familjes, por edhe jashtë familjes, brenda shoqërisë, por edhe jashtë shoqërisë. Për të diskutuar për këtë temë të sotme, un kam sërish disa të rinj të qytetit të Fierit që vinë nga shkollat të mesme të qytetit, kam edhe dy përfaqësues të bashkisë. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Atëherë, pikë së pari, do doja ndoshta do të jetë një temë e përgjithshme, por doja ta nisja me të rinjt, duke qenë se ata janë sot komunikimi me njëri tjetrin, me Borën. Bora, më thuaj, çfarë është komunikimi sipas perceptimit tuaj? Dhe nëse flasim për një komunikim të mirëfillt, cilat do të ishin bazat e shëndetshme që ju vetë do t'i servinit vetes? Përshëndetje. Sipas meje, komunikimi është një proces marrëdhënies jep e merr, i cili kushtëzohet nga shkalla e përmbushjes së qëllimit. Dhe vetë qëllimi është informacioni, të cilin dërguesi e dërgon dhe merrmarrësi. Që komunikimi të jetë i mirë dhe i sakt, duhet që të gjitha rrugën për të cilat kalon mesazhi duhet të kryen sipas mënyrës së duhur. Sipas meje, një komunikim i mirë është ai që i përmbush të gjitha fazat e kalimit të informacionit. Pra, dërguesi e dërgon mesazhin, mesazhi kalon nëpërmjet kanalit dhe shkon tek marrësi. Por që marrësi ta kuptoj informacionin që ka dashur dërguesi të dërgoj, ai duhet ta dëgjojë me vëmendje atë, pra duhet edhe të jetë një dëgjues i mirë, kurse vetë dërguesi duhet të jetë një folës i mirë. Dhe që të plotësohet në këtë mënyrë edhe procesi feedback apo jo. Një ndryshe dhe reagimi për përcjelljen e mesazhit. Po atëherë do të kalojmë tek Boçova, i cili vjen nga Bashkia e Fierit, ashtu sikurse e thamë në fillim, dhe është drejtori i marrëdhënieve me publikun, ëh? Drejtori, tashmë kemi zyrën e re, zyrën e informacionit me Indales, jam drejtori i kësaj zyre. Ne drejtoj dhe bazën e kësaj kryesore ka pikërisht komunikimin. Ne urojmë suksese sepse këtë detyrë të re, këtë pjesë të re pra të detyrës tënde po e njohim sot. Atëherë, zoti Boçova, juve ju lind detyrë, por edhe drejt të keni komunikim me shumë qytetarë fiera. Komunikimi me publikun dhe me komunitetin e çdo institucioni publik, pra është i kushtëzuar dhe si thua i detyruar nga ligji, që kemi neve. Kryesisht ligji themelor janë drejta e informimit, dokumentat zyrtare. Kemi ligjin ton, po kështu të qeverisjes vendore, nene 34-35, të cilën e detyrojnë administratën publike të japë informacione për qytetarët. Kemi njëkohësisht edhe kodin e etikës dhe statusin e në punësit civil, të cilët, si thuash, veshin veprimet dhe sjelljen e një punojësi të administratës publike në raportet dhe marrëdhëniet me qytetarët. Duke u nisur nga të gjithë këto kuadër ligjesh, me fjalë, është ndërtuar dhe zyra jonë e informacionit me një ndalesë për cilën është bërë trajnimi i stafit, pra edhe thelbi kryesor është bërë pikërisht tek komunikimi sistem. Baza gjithmonë e çdo punojësi të administratës publike është kodi etikës, i cili është një tërësi normash, sjelljesh, parimesh, veprimesh që duhet të karakterizojnë çdo nënpunës të administratës publike. Qëllimi i këtij kodi është që përgjithsisht të gjithë qytetarët të gjejnë pranë një punojësi të administratës publike, jo vetëm për kushtimi, po mirë kuptimin, mirë sjelljen, besnikërinë, korrektësinë, ndershmërinë, pra pansin politike, pra të gjitha këto virtute, pra ti demonstroje nga një punojësi i administratës publike pranë çdo qytetari ose një qytetari. Pjesë e komunikimit janë edhe mediat, pra ose kanalet në cilët administrata publike përdor, pra ndaj komunitetit ose ndaj qytetarëve, pra rrugët ose kanalet në cilat foli vajza pak më para në administratën publike janë të shumta. Iniciativa për t'i përdorur të gjitha ose për të gjetur rrugë të reja, komunikimi është pjesë e sfidës së çdo administrate publike, duke përfshirë edhe administratën e Bashkisë së Qytetit Fierit.
Bashkinë e Qytetit. Në qofse do të ndalesh atë disa element, pastaj do të ndalemi pak më vonë, por përpara se të vazhdojmë bashkëbisedimin, unë do doja t'ju ftojmë të nderuar shikues të ndjekim një insert të përgatitur pikërisht me elementet bazë të komunikimit që nga burimi që e tha Bora pak më parë deri tek procesi feedback. Pra, mënyra se si ne e japim informacionin dhe çfarë përgjigje marrim apo çfarë mesazhi marrim nga ai të cilit ja kemi përcjell këtë informacion, por çfarë ndërtohet dhe cilat janë marrëdhëniet që janë ndërtuar në fakt falë edhe këtij realiteti shqiptar duke patur parasysh edhe periudhën e tranzicionit. E ndjekim insertin dhe kthehemi sërish në bashkëbisedim. Që kemi ndjekur, do të vazhdojmë sërish me bashkëbisedim. Do doja që fjalën t'ju kalonim dijenve tan. Nuk e di, mund ta gjeni me njëri tjetrin se kush mund të flasë. Si keni ndërtuar ju marrëdhëniet? Më prezanto se ke emrin? Përshëndetje, jam Elio Mile. Elio. Po Elio, atëherë mirë se keni ardhur. Si keni ndërtuar ju marrëdhëniet me bashkëmoshatarët tuaj, do të doja si fillim? Zanafilla e komunikimit, domethënë është zanafilla e njeriu. Njeriu pra u arriti të bëhesh një njeri nga Homo sapiens, të bëhesh një njeri thjesht fal komunikimit. Dhe komunikimi është baza e të gjitha shkencave, e filozofisë, letërsisë, të gjitha shkencave të tjera. Dhe siç thoshte edhe Sokratis, për të pasur një komunikim të mirë dhe për të qenë një njeri mirë, të duhet pak modesti shpirtërore. Pra, fillimisht çelësi të qenit një komunikues i suksesshëm nuk është të flasësh, por të dëgjosh. Nëse ti do të dëgjosh me kujdes bashkëbiseduesin tënd, dhe nëse ti do të tregosh modesti shpirtërore ndaj tij, duke mos e kundërshtuar të direkt, por duke përpjekur në fillim të ambushësh mendjen sipas idesë tënde. Ose pse jo, duke u bindur nga ajo çka i thot, ndoshta mbas ai ka të drejtë për atë çka i drejtohet, kështu ti do arrish të krijosh një marrëdhënie më të mirë me kolegët dhe dhe do të jesh një bashkëbisedues ti më i mirë, duke qenë kështu njëkohësisht një njeri më i mirë. Ju e keni ndjekur këtë në praktikën e përditshme? Unë gjithkohës përpiqem ta ndjek në jetën e përditshme, por njeriu nuk jeton vetëm me norma, nganjëherë del nga vetja e tij haron, është vetvetja. Do të ndalemi pak më vonë tek njerëzit e vështirë, atëherë kalojmë pak mikrofonin tek djali në fund. Përshëndetje. Çfarë është komunikimi sipas jush? Komunikimi sipas mi është një marrëdhënie të cilën njerëzit e vendosin në çdo vend që ata ndodhen në jetën e përditshme, në familje apo në shkollë të tjera, është një farë mënyre, një marrëdhënie shumë e rëndësishme, një marrëdhënie e cila lë mbresa ose më saktë ndikon në psikikën dhe në gjendjen emocionale të njeriu. Komunikimi mund të themi është një ndër është goxha e rëndësishme në jetën e njeriu. Ai është ai i cili hap dhe mbyll dyert. Po, qartë. Atëherë, zoti Sera, edhe ju jeni në kontakt me komunitetin e gjerë, apo jo? Por ju keni një specifik më të veçantë, që është edhe komunikimi me median. Po. Në fakt, sa ju ka kushtëzuar kjo mënyrë e të ndërlidhurit të gjërave për të bërë një komunikim të mirëfillt? Komunikimi si term ose si është mund të hapi shumë tema për të diskutim, është mjaft i gjerë. Aspektet e punës time lidhen më tepër me mjetet e komunikimit masiv, domethënë radio, televizione, gazeta. Dhe e rëndësishme në këtë rast është që informacioni që përcillet nga zyrat e bashkisë të jetë sa më i saktë, të jetë sa më i shpejtë dhe të arrijë sa më shumë qytetar. Sidomos iniciativat që kanë lidhje me projektet e bashkisë, në lidhje me projektet të cilat përfshin dhe komunitetin dhe që ka nevojë për më shumë publicitet, le të themi. Për gjithashtu një aspekt i rëndësishëm i punës është dhënia e informacionit që saktësojnë gjërat. Shpesh nëpër gazeta ose nëpër televizion ka opinione nga qytetarë të ndryshëm ose nga njerëz që ngrihen opinione a priori apo jo? Ngrihen opinione të ndikuara nga paragjykime, ndonjëherë politike, ndonjëherë paragjykime që kanë pasur si shkas motive të tjera, dhe është e nevojshme që shpesh zyrat e bashkisë të bëjnë të qarta cilat janë rregullat që duhen ndjekur ose cilat janë nismat e bashkisë për disa aspekte të rëndësishme të jetës së qytetit. Kështu që kjo punë ka puna me mediat dhe me komunikim masiv ka një veçori të saj, domethënë duhet të dish të përgatisësh temat që do të japësh gazetarëve, të bësh gati një informacion i cili duhet të përmbajë disa kushte që të jetë i saktë, i shpejtë, i besueshëm.
të dish të organizosh takimet e punës, sepse shpesh edhe gazetarët që vinë janë të, le të themi, të pa informuar sa duhet ndonjëherë, kështu që nevojitet që të kenë një bisedë paraprake me zyrat përkatëse për informacionin që duhen të marrin. Prandaj nevojitet një komunikim që të jetë i pandërprer dhe gjithmonë i besueshëm. Qartë. Atëherë, kalojmë tek djali që nuk ka folur në fakt, që nga paranteza e kësaj bisede. Çfarë do të thotë të komunikosh këndshëm me bashkëbiseduesin? Të komunikosh këndshëm me një bashkëbisedues do të thotë të mos ngelin pas kënaqësi pas bisedës së kryer apo pas çfarë lloj forme komunikimi që ke kryer në këtë. Në mendimin tim, një komunikim i mirë do të ishte një komunikim sa më drejt për drejt, çfarë lloj përmirësie të shfaqej më një herë, asnjë shprehje dy kuptim, asnjë shprehje e ironisë, do ishte gjë më e mirë për një komunikim të shëndetshëm midis dy njerëzish. Komunikim i mirë. Qartë. Zoti Boçova, në fakt shumë qytetarë, tha pak edhe Klevisi pak më parë, shumë qytetarë janë të pa informuar, që do thotë sillin dhe probleme të natyrave të ndryshme. Sa i vështirë është komunikimi me këtë kontingjent, nëse do ta quaja kështu? Kuptohet në opinionin publik të krijuar, kemi opinion pozitiv ndaj institucionit, kemi një opinion neutral ndaj institucionit, kemi edhe një pjesë të opinionit të krijuar dhe që është, si ta thuash në thonjë zanisor ndaj institucionit dhe veprimtarisë të institucionit. Kush do të ishte një komunikim i shkëlqyer, domethënë që mund të vlerësojë. Jeffersoni me pak fjalë ka thënë që nuk mund të largosh qytetarët dhe gjëja më e mirë do të ishte të informosh ata. Pra, nga një qeveri si e mirë. Pra, të afrosh atyre komunikim. Neve, si tush, do ta ndaja komunikimin në disa forma, do ta quaj një komunikim të ndërsjellët për disa aspekte. Komunikimi i ndërsjellët do të ishin audiencat e krijuara, që neve do të thoshim takimet me audienca të caktuara, me grupe interesi, me pjesë të caktuara të komunitetit, pra, të cilat përbëjnë këto një nga format e komunikimit. Tjetër do të fokusohesha në aktivitet dhe veprimtari që duhet të kryej vetë institucioni pranë komunitetit, pra dhe ky është një formë komunikimi, pra, që i afrohet drejt për drejti atyre për të ndikuar në opinion dhe për t'i përquar pikërisht veprimtarinë pozitive të institucionit, pra që përbën dhe bazën e komunikimit të shkëlqyer. Do të thoshja, kuptohet përdorimin e medjave si sta Klevisi, gjithmonë, për ka shumë rëndësi mënyra se si neve i trajtojmë qytetarët në administratën publike, në pritjen që atyre u bëjnë. Kuptohet komunikimit duke përcaktuar dhe nga nxënësit, pra që është një marrëdhënie dyfisht, ekziston vetëm nëse japim dhe marrim me njëri tjetrin, pra japim dhe marrim informacion, ose deri në fund fare marrim atë kënaqësinë ose feedbackun e këtij komunikimi. Kuptohet që disa nga kanalet në i thamë marrë sigurimi, informacionit, mënyra dhe një, por ka shumë rëndësi dhe se si ai kodohet nga dhënësi dhe se si tu është marsi, se si e kupton dhe percepton marsi komunikimin. Për ne në administratën publike, kuptohet, kemi gjithmonë parasysh një zyrtar që e konsiderojmë si një punojnës të ngrirë, si një punojnës të strikt. Kuptohet që autokontrolli është nga themeljet bazë edhe të qëndrimit të një zyrtari, sepse përban etika. Çdo të thotë kjo që në të gjitha situatat qofshin këto konfliktuale, qofshin situata jashtë kontrollit, ai duhet të ruajë parimet dhe normat humanizmit. Marrëdhënia duhet të jetë iniciativë dhe duhet të jetë edhe i haftë ose i shkatët për të dhënë zgjidhje për të eliminuar një situatë konfliktuale. Qartë, jo, zoti Boçova, do të ndalemi pak më vonë se dua që t'i jap grindë edhe nga të rinjt, e shikoj që janë mëse aktiv. Bora, e tha shoku pak më parë që të ndërtojmë një komunikim të këndshëm, duhet që t'jemi sa më zemërgjerë me tjetrin apo me bashkëbiseduesin. Por tha që duhet të luajmë edhe një kod etike. Duhet të mos përdorim ironin, që është e para që shkatron një marrëdhënie apo jo.
Por ajo që do doja të dija nga ju, si mendoni që ta ruajmë një marrëdhënie të ngrohtë, apo që ta quajmë efikase, mendon se nuk duhet ja themi problemin apo defektin shokut apo bashkëbiseduesit? Vetëm për hir të mos prishjes së marrëdhënies? Në fakt, pra çfarë komunikimi do vendosni ju në këtë rast? Në fakt, një individ shpeshherë mund të ndodhet në situata që nuk di çfarë të bëj. Ka, domethënë, partnerin e tij, shokun e tij që ka një problem, por nuk di se si t'ia shpreh. Dhe mënyra më e mirë për t'ia thënë këtë gjë është duke i thënë 5 gjëra të mira dhe një jo të mirë, sepse në këtë mënyrë ai nuk dekurajohet, por e shikon problemin që ka me optimizëm, mendon se mund ta rregulloj dhe në këtë mënyrë nuk do të ketë fare probleme. Për mendimin tim, ironia mes miqve nuk duhet të ekzistojë fare, duhet të jenë të cilëtir dhe të hapur me njëri tjetrin. Ndoshta shpesh herë mund të gënjejmë, se ka raste kur nuk mund të themi të vërtetë për një situatë që ne ndodhemi. Dorim një nështrat e bardha, po, e bëjmë për një gjë të mirë, domethënë për mos të ndodhur diçka e keqe për më vonë. Kështu mendoj. Dhe kështu nuk gjykohesh, nuk paragjykohesh. Atëherë, zoti Sera, thot baza që duhet të themi 5 të mira dhe një të keqe le të qëndrojnë nga fundi, për të mos prishur edhe imazhin e asaj që do i thuash. Nëse kjo është po kur gjendesh përpara qytetarit, si do t'ia thuash? Pra kjo është një çështje që pra në marrëdhëniet tuaja. Është një çështje që ka të bëjë me komunikimin ndërpersonal. Unë ndava që ka komunikim ndërpersonal i cili është ndërveprues njëkohësisht. Ka dhe komunikim masiv që është vetëm me një kaq, që është nga një drejtim, nga radioa e të shikuesi, por nuk ka feedback, sepse nuk madhe do të feedbacku i shikuesit. Kurse ky është komunikim ndërpersonal dhe varet pastaj nga shumë variabla, ka shumë ndryshore themi, që janë kultura, janë shkalla e arsimimit, ka shumë për një zyrtar është e rëndësishme që të ketë të themi një parë. Për shembull në rastin që një qytetar nuk mund ta ndihmosh sepse ka trokitur në derën e gabuar. Si do t'ia thoje? Do të bie kështu nga kina? Jo, nuk e pse i bie nga kina, po që duhet të mbaruash një farë rregulli, siç e thënë Eri, ne ke zyra jonë të paktën vepron bazuar me një ligj, që është ligji 8503 dhe aty janë të përcaktuara disa norma të sjelljes. Qytetari nuk pret për ligj, zakonisht në komunikimin direkt. Në komunikimin direkt. Qytetari është qytetar, përgjithsisht i kuptojnë, rrallë kemë pasur raste që të jenë të nxehur, domethënë ka pasur raste që janë nxehur sepse kanë kërkuar takime me titullarët të themit të zyrave të ndryshme që e duan gjithçka shpejt, po jo se ka pasur ndonjë macarim të theksuar. Dhe besoj asnjëri s'ka ngelur pa kënaqur nga qytetarët që kanë ardhur atje, sepse komunikimi ka qenë gjithmonë me tona të qeta. Ka të njëjtin mendim Boçova? Mendoj se pra gjithë qytetarët kanë ikur të kënaqur. Gjithë qytetarët nuk janë njësoj, pra janë të gjithë të ndryshëm. Për neve ka shumë rëndësi sjellja dhe kultura të cilën e afrojmë, ngrohtësia me të cilën e duhet i presim. Ka shumë rëndësi sepse edhe për një fakt tjetër ne duhet të jemi të gjithë, jo vetëm serioz, po edhe të përpikt, edhe transparent, edhe pa anqëm, edhe pa paragjykime. Sepse në gjatë komunikimit, pikërisht ato që pengojnë, ose si tu është që vendosin mure komunikimi janë pikërisht paragjykime. Mendimin për prejardhje, mendimin për arsimimin që mund të ketë qytetari që vjen përballë. Nëse ne këto do t'i marrim për bazë gjatë një komunikimi me qytetarët, atëherë nuk e kemi kryer detyrën mirë. Të gjitha këto muret të cilat na pengojnë gjatë komunikimit, pra nuk duhet të ekzistojnë pa një zyrtar. Pra, pashmëria, përkushtimi, mirë kuptimi, mirësia. Pra, nëse sheh qytetarët gjithë këto komponent, nuk e merr as. Nëse sheh gjithë këto komponent që janë element bazë të komunikimit, janë dhe përgjigje të sinqertë. Atëherë qytetari me të vërtetë ndihet i vlerësuar, ndihet
si të thuash, i mirë pritur nga në punë, si pra, në rastin konkret. Kuptohet në komunikimin ndërpersonal, i cili është nga themelorët e zyrës tonë, pra, që për çdo qytetar neve kemi disa elementë bazë të cilët ne kemi zbatim krimi një raport i partneritetit gjatë bisedës. Po. Çdo të thotë, domethënë nuk jemi më zyrtar për para ti, po jemi të dy qytetarë të cilët si të barabartë. Siç ka i halli, mund ta kemi neve nesër. Në këtë stad, për shembull, kur janë elementet që lozin një rol shumë të rëndësishëm, pikërisht heqja e këtyre paragjykimeve, tjetër, mos ndërprerja e fjalive të qytetarit gjatë diskutimit me folje. Do ta dëgjojmë me. Bërja e pyetje për ta kuptuar, domethënë se çfarë ka, çfarë çështje, çfarë do të shpreh. Jo gjithë kanë aftësinë ta shprehin. Tjetër, aprovimi apo mos aprovimi me mimik, me fytyrë, me pamje, pra të atyre që ti dëgjon pa qytetarit, jo një fytyrë e ngrirë, që ai ka përpara një mbrojtje, që ai të kuptoj që ti po e dëgjon me mendje dhe të kuptoj që ti po e kupton. Pra, të gjitha këto elemente janë pjesë të komunikimit ndërpersonal, të cilën ne kemi bazën, një në punë si zyrtar, sidomos për punonjësit e zyrës tonë. Qartë. Duar mendimin e Elios. Në fakt, komunikimi ka limën nga fjala, apo jo? Pra, mund të komunikojmë pa fjalë, thjesht me mimik? Absolutisht, po. Komunikimi ka lindur me fjala, por në fundit komunikimi është një mjet të shprehurit. Pra dikush shpreh, të tregon një mesazh bashkëbiseduesit të tij. Dhe kjo është një nga çelësat e suksesit, të që një zyrtar duhet ta ketë parasysh kur ka një bashkëbisedues ose një qytetar përpara tij. Pra gjëja që duhet bërë është një nga hapat e para ishte hapja një zyre sportele pra për qytetarë, që ishte një nga vendimet më të drejta të Bashkisë së Fierit. Pra ka sportele që do të merren vetëm me qytetarin. Dhe zyrtari nuk është më një zyrtar, por është një bashkëbisedues, dikush që do të japi zgjidhje atij problemi që qytetari ka. Pra ai dhe mjeti më i mirë i komunikimit nuk është thjesht të flasësh, por edhe të sillesh. Ndoshta në mënyrë më mirë është t'i lësh ato punë, me ato shkambjere zyrtare dhe përkushtohet, po, unë po të dëgjoj. Dhe në fund, nëse ai s'mundet ose nëse qytetari është i keq informuar, është dhe mënyra të thënë nuk mund ta bëj. Nuk është e drejtë ose nuk është një komunikim i mirë, ti thua, kjo nuk është në jurisdiksionin tim, ajo është dera. Kjo nuk do të krijonte një marrëdhënie mes një komunikim mes qytetar institucion. Çka është gjë shumë e rëndësishme për mbarvajtjen e gjithë shoqërisë. Qartë. E kalojmë mikrofonin tek djalë tjetër. Tha shoku juaj që po, edhe me mimik komunikojmë, po me tonin e zërit. A mund të komunikojmë? Se ne mund të themi eja ulu, po mund të themi edhe eja ulu. Pra, po, sa jemi ndikues tek bashkëbiseduesi? Mund të themi që toni i zërit është shumë i rëndësishëm, për më tepër ai jep edhe ngjyrë në mënyrë se si komunikojmë. Mënyra se si ne i themi fjalët dhe me atë tonin dhe me tonin që ne përdorim jep impakte krejtë të ndryshme. Nëse ne do të flasim me një ton të lartë, me një ton acarues, atëherë ne do mënyra e komunikimit do të ishte një mënyrë jo e mirë dhe një mënyrë jo përshtatshme. Mënyra se si ne krijojmë tonin do të na ndihmonte ne shumë në komunikimin tonë. Po. Po, mund të vazhdosh, po. Sa i përket komunikimit, kemi komunikim verbal dhe jo verbal. Komunikimi verbal është komunikimi që realizohet me anë të fjalëve, kurse komunikimi jo verbal, komunikimi që realizohet me anë të shenjave, gjesteve, mimikave. Këtë doja të shtoja tek Elio. Shpeshherë ose më së shumti kur jemi në rrugë, nga zhurma e tepër, të shohim një person që është në anën tjetër të rrugës, ja bëm thjesht me shenjë dhe ai na shikon. Ose kur flasim me një mimec, përsëri përdorim shenjat, komunikojmë me të me shenja. Prandaj janë shumë të rëndësishme edhe shenjat në jetën tonë të përditshme. Po, atë? Ishte që sa bërë është mjaft e rëndësishme komunikimi jo verbal. Ne gjatë gjithë kohës ne komunikojmë. Qoftë do jemi të vëmendshëm, shikojmë, ne flasim dhe me gjuhën e trupit, me lëvizjet, me shikimet tona, ne gjatë gjithë kohës jemi në komunikim. Dhe kështu që dhe me një qytetar i cili vjen dhe paraqitet pra një institucion, por edhe me një bashkëbisedues fundit duke e përkufizuar
refuzuar si bashkëbisedim, duhet kemi dhe kujdes këtë bisedimin informal. Për shkak se ne me këtë pa dashje, pa qëllimin tonë mund të vëmë në duke atje shumë gjëra, nëse jemi të interesuar, nëse jo, nëse ai na intereson, nëse jo. Kështu që kjo pjesë është pjesë e rëndësishme. Nëse e rëndësishme. Atëherë e kalojmë mikrofonin tek djali tjetër. Me ty e kam gjithmonë nga jeta e përditshme, në praktik si të ka ndodhur ty, komunikon më shumë me fjalë apo me gjeste? Personalisht, më shumë komunikoj me fjalë. Mua më duket se edhe me gjeste ti komunikon mirë. Edhe me gjeste, nuk është se ditë komunikoj, por me fjalë jam mirë zoti, le të themi. Personalisht mendoj se me fjalë njerëzit kuptojnë më shumë me njëri tjetrin. Një gjest mund të interpretohet një nga dikush, por jo një nga dikush tjetër. Gjuha e trupit, le të them, për mendimin tim është pikë me dy presa. Bukur. Jo, do më vetëm i prapë të kjo, mos e çoni mikrofonin. Të ka ndodhur që ke komunikuar me fjalë, me gjeste dhe bashkëbiseduesi nuk të ka kuptuar? Çfarë ke bërë? Se na ndodh apo jo? Ju ndodh këtu rezultate, po na ndodh dhe ne në jetën. Në një rast të tillë, kur vetë. Shfaqje nervozizmi. Duhet të ketë ndodhur. Siç tha zotëria edhe për shfaqje nervozizmi ndonjëherë. Atëherë, ja kalojmë fjalën se më duket se ke për të shtuar. Po, unë besoj se unë personalisht kam pasur mjaft raste ku jam përpjekur me gjithë shpirt ta shpjegoj një bashkëbiseduesi atë çka duhet të them dhe prapë nuk më ka kuptuar. Gjithmonë ne njerëzit kemi mënyrën tonë të kuptuarit, mënyrën tonë të logjikuarit, dhe ndoshta jo të gjithë mendojmë njësoj. Dhe prandaj duhet të përshtatim, ndonjëherë duhet ta kuptojmë bashkëbiseduesin që kemi përpara, ta psikologjizim atë se çfarë kupton ose në si mënyrë. Ka raste kur dikush i kupton gjërat shumë thjesht. Thjesht mjafton të flasësh edhe po mos të shikoj, ai prapë të kupton, të dëgjon dhe të merr vesh. Ka njerëz të tjerë që po nuk e pen në sy, ta shikon në sy, ti flasësh drejt për drejt, ti tregj shumë herë vëmendjen, aty do ai do të shpërqendrohet, do shikoj diku tjetër dhe kështu komunikimi mes ti dhe teje do të ndërpritet. Pra nuk do të jetë efikase fjala jote, dhe as gjesti. Fjala nuk është gjithmonë aq efikace, gjithmonë aq e fortë. Ndonjëherë është dëgjuar e trupit e cila flet shumë herë më shumë se fjala. Qartë. Atëherë, zoti Boçova, si mendoni, marrëdhënia kushtozon një komunikim apo komunikimi e kushtozon marrëdhënien? To janë të lidhura të dyja bashkë, domethënë nuk mund të themi se marrëdhënia kushtozon një komunikim. Jo, ndodh që kemi një marrëdhënie më intime, flasim më ndryshe, komunikojmë më ndryshe, apo jo? Megjithatë komunikojmë me shikime, komunikojmë me forma të tjera të trupit. Pra, unë nuk mendoj janë të dyja pjesë elemente, sepse vetë fjala marrëdhënie është në vetvete një komunikim, që marrim dhe japim, pra. E rëndësishme është që dëgjova nxënësit në raportin e komunikimit, pra atë jo verbalin, pra përqendrimin e vëmendjes dhe të shikimit ndaj qytetarit, domethënë është një nga elementët bazë për neve. Mos kryerjen e veprimeve të tjera gjatë kohës që ai flet, pra është përsëri një nga elementë, sepse do të thotë që ti nuk po e dëgjon, nuk e po e vlerëson, pra. Këto sigurisht kryojnë opinione gjatë raportit të marrëdhënies me komunikim. Tjetër, edhe gjatë situatave konfliktuale, si mos temi neve, nuk duhet të jemi pjesë e një forme të sjellurit që mund të jemi përballje. Po jo, ne duhet të jemi gjithmonë në formë një kompromisi, formë një mirëkuptimi, pra për të zgjidhur të marrëdhënie, pra. Duhet kemi parasysh se pjesa më e madhe e qytetarëve në kohën e sot ne kanë shumë probleme, të cilat jo të gjitha gjejnë zgjidhje, ose të menjëhershme ose jo të gjitha gjejnë zgjidhje pranë institucionit tonë. Pra vinë me një ngarkesë shumë të madhe psikologjike, sociale e tjera. Po kështu edhe mënyra e re se si tani ata kërkojnë trajtojnë aty në bashki, pra përmbanë vetë atë krijimin e tendencës së një situate konfliktuale ose një situate papranueshme. Tjetër, gjendemi edhe përpara një fakti tjetër që themi dhe vetë të mos besimit të qytetarëve ndaj asaj, ndaj burimit të informimit që jemi neve aty, flas për zyrën tonë. Përse? Për shkak të traditës që kemi pasur përpara, sepse kemi pasur një bashki të hapur, ku
zyrat prodhuese bën njëkohësisht dhe informimin. Në qytetari shkon drejt tek drejtori i përkatësit, fushës përkatëse, pra te kryetari drejt për drejti, pra i mësuar me këtë traditë. Tjetër, edhe për shkak të, si temi, të gjitha shtresat sociale ende nuk janë situar sistemuar, kategorizuar për shkak të zhvillimit të kohë gjatë tranzicionit. Duke qenë tillë, kemi edhe një kulturë më të ulët demokratike dhe kulturë më të ulët të komunikimit. Kështu që gjendemi para këtyre situatave shumë të vështira, për cilat ne duhet të trajtojmë me shumë kujdes. Do thuash në këtë rast komunikimi na del në plan të parë për të kufizuar një marrëdhënie shumë të mirë për ne si institucion. Mbase themi që në këtë moment që jemi, mbase komunikimi me të vërtetë është më i rëndësishëm paktën për të krijuar një marrëdhënie, pra që na kushtozon marrëdhënien tonë me institucionin. Pra është më i dukshëm. Qartë. Ne që po bisedojmë në këtë studio jemi një pjesë fare e vogël e qytetarëve që janë jashtë dhe që po na ndjekin. Gazetarët tanë kanë arritur të marrin edhe mendimet e qytetarëve fjerak, pra një pjesë të qytetarëve, të cilët e kanë shprehur ashtu si e kanë menduar ata se si mund të ndërtohet një marrëdhënie apo se si mund të komunikojmë në grup apo në këto marrëdhënie të ngushta që ne biseduam pak më parë. Ndjekim opinionet e qytetarëve dhe kthehemi sërish. Në varet nga se varet kjo, kjo ka shumë edhe ngritje e njerëzve i ka sot. Me mendoj që nuk është në të lartësinë sa të duhet. Kjo ka vetë një arsye se njerëzit gjithsesi mendon për vete, nuk mendon për shumë që të flasim me një gjuhë tjetër me një tjetër. Ti flet me njerëz se se më shikon në sy tot çfarë. Kjo ka të bëjë shumë edhe ngritje këtu, në shkollë janë këtu në fakt. Varet se sa këta njerëz grumullojnë në detet tyre, varet se si shfaqen në një mënyrë ose në mënyrë tjetër. Po mendoj që këtu më shumë do të bëjnë në shkolla, do të bëjnë në familje, që njerëzit janë të edukuar, të flasin, të respektojnë njërin tjetrin, ashtu që kishim ne me njërin më kohë. Kanë humbur çastësi. Edhe kjo i ka humbur më tepër nga kjo që kanë ngelur vetmuar, nuk dinë çfarë të bëjnë. Fëmijët u kanë ikur jashtë, vetëm për mosha e tretë kanë ngelur këtu, e këtë do komunikoj. Një fëmijë për shembull që të vej tek një moshë e tretë, ç'bën, s'ka më të merret. Shu ka dhënë Shqipëria. Tërë jashtë, lej këtu. Pas mënyrës mundojmë që kemi. Si mund reagojnë një moshatare, një moshë e re, sipas kulturës të njërit dhe tjetrit. Mund të në një nivel minimal. Tani nuk mund të themi 100% jo, sepse ka njëse për të ujtë. Hajtë që të shumë të edukuar, por gjithnjë me shumë për degradon faktikisht marrëdhëniet qytetarë, sepse ka një shkak. Ka një shkak, është tutë interesi personal, është të futur kapitali, me thënë, preket njëriu për pak gjë, mjetet e komunikimit po bëjnë kërdin, me thënë, ato janë më të pa kultururat, qoftë të polu, kjo basta edhe përdorimin e... Ju faleminderit. Shka pse? Do shumë ka. Unë vi nga jashtë. Ka shumë probleme. Është kultura në mes. Atëherë jemi rikthyer pas mendimit të qytetarëve sërish në studio. Kuptohet që qytetarët kanë mendime të ndryshme sepse edhe opinionet janë relative, apo jo. Zoti Sera, të komunikosh bukur do thotë që në konceptin figurativ, le të themi, duhet të kesh dhe një rezatim në fytyrë. Ti në fakt ke pozicionin e vështirë në atë zyrë që në thuaj si e njës ditën e punës, nëse do t'i referohemi kësaj teoreme që themë. E para unë nuk është se jam zëdhen si bashkistë, me thënë, unë praktikisht përgatis deklaratat për shtyp, komunikatat për shtyp, kështu që para kamera rallë qëllon që da. Zakonisht këto lexohen nga nënkryetarët ose nga drejtorët e drejtorive të përcaktuar për të... Jo flas marrëdhënie individ, nuk flasim fare për pjesën mediatike. Individ, jo, nuk pensoj se ka pas ndonjë problem me thënë kjo... Ti i qeshur je prerë, apo? I qeshur, varet. Së sjell probleme kjo pjesë. Nuk varet se nga karakteri njëri, unë se kam rallë nervozohem ose rallë mund të nxjem më shumë që të kem probleme me qytetarët ose me gazetarët. Qartë. Elia, më thuaj pak, të ka ndodhur, ashtu sikurse na ka ndodhur gjithë që ja themi disa herë diçka dhe nuk na kupton bashkëbiseduesi. Po ka ndodhur ndonjëherë që
ti vetë nuk e që në formën e duhur dhe ke kërkuar të të ndihmojnë ose thjesht je tërhequr? Po, ka mjaft fusha normale se në gjitha sektorët e jetës ku të duhet komunikim, është gjatë gjithkohës komunikim. Ka pas raste në shkollë kur një mësuesi shpjegonte mësim, ka qenë një mësim i vështirë, ndoshta klasa ka qenë diku te ore 5, te ore 6, pavarësisht ai mundohej me gjithë shpirt ta shpjegonte, pas sa kupton. Pra duhet thjeshtuar mënyra e të shprehurit. Po pikërisht këtu është çelësi i suksesit i një komunikuesi të mirë, i cili ditë shpreh gjithmonë, dita ta psikologjisë pra bashkëbiseduesin e tij, nëse ai është në humor të themi ose është në gjendje për të kuptuar në një mënyrë të sërgjatur dhe në mënyrë të hollë, ndërsa edhe është nëse është në gjendje të thënë që do thjesht të di disa pika të asaj çfarë ai ka pyetur ose të ai çfarë kërkon, të asaj bisede dhe kaq. Qartë. Në ndodhë shpesher që të vi prindi i acaruar apo i nervozuar, i lodhur nga puna, po sidomos babi, apo jo. Çfarë rrugë komunikimit zgjedh ti në të rast? Ka ndodhur shumë raste kur babi ka ardhur i nervozuar nga puna për shkak të konflikteve në punë. Se tu janë shumë bashkëmoshatarë që po të ndjekin. Po, sigurisht. Për sa i përket komunikimit, duhet ndjekur edhe disa rregulla në familje. Jo rregulla, po një mënyrë e mirë e të sjellurit mes familjarëve ndërmjet njëri tjetrit në mënyrë që familja të jetë e harmonizuar. Kur babai vjen ndonjëherë i mërzitur nga puna, thjesht e para e punës që duhet të bësh është që nuk duhet t'i flasësh me nervozizëm ose t'i tregosh për gjërat e këqija që edhe ty të kanë ndodhur, thjesht unë personalisht më të përshtatshme, po, unë personalisht kur vjen i nervozuar nuk i flas. Pres sa të qetësohet dhe më pas vazhdoj dhe i flas. Pastaj them si ka ndodhur, pyes çfarë dëshiron të bëj. Dhe Boçova, ju jeni prindë apo jo? Jo, nuk kam prindë. Nuk jeni. Asë zotë sera jo. Si e shikoni këtë lloj marrëdhënie? Marrëdhëniet familjare janë të lidhura me baza të tjera që janë më të ngushta, do të thoshja që rregullohen shumë mirë për shkak të njëjve lidhjet e gjakut, të shumë faktorë të tjerë. Jo, rregullohen dhe s'rregullohen, sepse kemi thënë që familja është në krizë shpeshherë, apo jo? Dhe nuk është njësoj si tek njëra familje dhe tjetra marrëdhënia. Më kupton, unë nuk flas dot për lidhje, sepse nuk e kam këtë situatë. Unë mund të flas për aspektin që kam punuar në Bashkinë e Qytetit prej 10 vjetësh në lidhje me qytetarët, më ka dhënë shumë mundësi të njoh të gjitha karakteret, të gjitha rastet, por njëkohësisht po ke qenë me prindër ama? Na kanë filmuar në raportet dhe marrëdhëniet për të krijuar me ta, domethënë për të dëgjuar, për të shqyrtuar çështjet e tyre dhe njëkohësisht për t'i kënaqur, kuptohet, në thonë se aq sa mundemi. E qartë se duhet të ngelen të tema e familjes, në fakt është temë delikate dhe sidomos për moshat që ne kemi këtu sot në studio, se këta zakonisht krijojnë një raport më të hapur në këtë moshë. Ju ka ndodhur kështu? Atëherë, Elio, çfarë do të thonë? Unë mund të them që jam një familje intelektualesh, përgjithsisht Ti si Boçova janë gjitha arsimtarë apo jo? Janë arsimtarë, marrëdhëniet midis fëmijëve dhe prindërve kanë qenë shumë të mira, duhet të them, shumë korrekte, shumë të edukuara në këtë aspekt dhe neve nuk kemi pasur si tu është probleme ose hendeqe në marrëdhëniet familjare, pra qoftë edhe për njerëzit e afërm, pra tanë. Pavarësisht në kohën e sotme, nuk kupton, ka të bëjë shumë edukata dhe kultura familjare pra në ndërtimin e raporteve. Varet se çfarë injektohet qysh në lindje së fëmijës. Se sa kjo, ka të bëjë mjedisi se si që ata gjejnë fëmijët kur rriten, pra ka të bëjë ky mjedis shumë, pra dhe këtë do ta reflektoj më vonë pra në raportet me tjera me shoqërinë. Kështu që të paktën unë deri tani mund të mburem si tu është në raportet e marrëdhëniet tona në komunikim me njerëzit e mi.
Shpesu ke si probleme prindërve. Atëherë Elia? Pra, komunikimi acaruar vjen si pasojë e një personi ose një bashkëbiseduesi i cili nuk është në humor për të bashkëbiseduar dhe i cili ndoshta i ka shkuar ta keq, është me nerva, është i lodhur dhe nuk do të shtrihet një bashkëbisedim dhe një komunikim me bashkëbiseduesin. Normalisht që kjo gjë ndodh dhe në familje babait ose dhe fare mirë dhe fëmijës mund të ketë shkuar ta keq. Nuk është në humor për të bërë domethënë një bashkëbisedim. Por në familje gjithmonë bashkëbisedimi është kaprije për të kthyer në një ambient më të grotë për shkak se brenda kësaj familje njerëzit njihen dhe pak a shumë e din psikologjinë e njëri tjetrit. Por gjëja më e mirë që duhet bërë është pikërisht ajo modestia shpirtërore, pra që na e kanë dhënë trashëgimi filozofët e parë, thoshin që gjithmonë duhet që dikush duhet hapur rrugë. Pra, nëse babai dhe thonë mençuri hap rrugë, apo ja? Okej, ose i qeti hap rrugë. Ndoshta babai vjen i nxehur ose i lodhur ose dhe një pjesëtar tjetër ose fare mirë një bashkëbisedues që nuk e njeh. Nëse ti nuk do të përgjigjesh me të njëjtin ton, ai përgjigjet me agresivitet, ti jo, do t'ja përpiqesh ta ngrohësh bisedën me pak humor. Nëse bën ti i pari normale që do ai të reagojë ndaj komunikimit që ti ofron. Dhe në familjet tona ka mund të bëhet e përhershme, pse jo? Qoftë ne do ta zhvillojmë një herë, dy, atëherë do të shikojmë që edhe pjesëtarët e familjes do të mësojnë nga ky lloj komunikimi. Qartë, kaloj mikrofonin tek djali këtu. Më thoni pak, po dhuna është komunikim? Për shembull, s'na dëgjon fëmia edhe një shpull kështu, sigur komunikoj me ëmbël. Dhuna është komunikim, po është komunikimi më i keq i mundshëm midis brenda familjes flasim. Por si se thonë kush të rrët të nuk është dhe... Nise, nga një gjithë kemi ngrënë, kështu nga një plan, da? Qëtar jemi rritur... Përmes këtij komunikimi. Përmes këtij komunikimi. është komunikim për të treguar fëmijës që ka tepruar kësaj radhe me gabimet, po kuptohet fëmijës dhe jo dhuna ekstreme. Po. Atëherë, po e kalojmë pak mikrofonin tek djali tjetër. Doja të shtoj që komunikimi në familje është shumë i rëndësishëm, është në një farë mënyrë një ulidhëse. Një komunikim i mirë do të ndikon për ta mbajtur qelizën bazë të shoqërisë mbrojtur dhe që do falë më shumë dashuri në familje. Shpeshherë marrëdhëniet, komunikimi midis prindërve dhe fëmijëve është i acaruar, kjo vjen si pasojë përplasjeve të mendimeve që kanë fëmijët apo që kanë prindit, apo se çfarë presin fëmijët prindin nga fëmijët e tyre dhe çfarë kërkojnë fëmijët nga prindit e tyre. Mund të themi se sidomos në një moshë të caktuar të fëmijëve apo jo? Sigurisht është edhe adoleshenca. Po, adoleshenca është një ndër periudhat në të cilat prindërit e fëmijët i kanë marrëdhëniet midis tyre mjaft të acaruara. Por mund të themi se mënyra se komunikojnë prindërit dhe fëmijët në një familje varet edhe nga arsimi. Po. Patjetër. Mendoj se komunikimi i një njeriu varet që nga komunikimi në familje. Domethënë komunikimi i një njeriu në shoqëri varet nga komunikimi në familje. Në mos gaboj një filozof, John Locke, ka thënë që fëmijët kur vinë në jetë vinë me një mendje tabula rasa, domethënë drasë bardhë. Dhe më pas gjithçka shkruhet në bazë të asaj që ai përjeton dhe asaj që ndjen. Nga mënyra se si ai mësohet që në fëmijëri, kjo ndikon shumë në të ardhmen e tij. Domethënë, si do të sillet ai me njerëzit e tjerë në të ardhmen. Qartë. Zoti Beçova, cilat grup mosha paraqiten për të marrë shërbim apo informacion pranë drejtorisë suaj? Dhe sa e keni të vështirë komunikimin nga njëra moshë tek tjetra? Po, përgjithsisht në bashki pjesa më e madhe e grup moshave janë mbi 50 vjeç, pra janë krye familjarë, pra të cilët sjellin kërkesat, ankesat, çështjet e tyre, pra që na bie neve mundësia të diskutojmë dhe të bashkëbisedojmë me ta. Ndërsa pjesa adoleshentës ose si temi student nuk lidhin si temi interesit me bashkim. Nxënësit përgjithsisht nuk
nuk i lidh me interesin, sepse ata nuk kanë kërkesa dhe... Qartë, me këto grupë mosha që komunikoni, keni ata mund të interesohen për çështje që kanë lidhje me mësimet e tyre, pra të marrin informacion. Janë të rralla këto lloj peshë. Pra janë mjaft të rralla, edhe studentët po për arsye studimit të tyre mund të kërkojnë informacion. Qartë. Përgjithsisht me këto, unë me çdo fatit kam qenë dhe mësues, domethënë me këto raste që kanë bërë me adoleshentë, me nxënësit dhe studentë, i kemi trajtuar që unë mund mendoj se të kënaqur. Ndërsa pjesa tjetër e grupit mosha, kuptohet, pjesa më e madhe janë familje në nevojë, të cilët janë me të vërtetë të vështirë në komunikim. Janë rastet e konflikteve të cilat në vërtet janë të mpreta të konflikteve pronësive. Pra, këto grupë mosha janë më të mëdha, 50-60 vjeç pra. Ndërsa moshat e thyera, ndërsa ato që kanë raste dhe ata të kenë kërkesat e tyre të veçanta aty pranë asaj zyre, janë shumë të pakta. Jo, dua të di, thoni me pak fjalë të Beçova, ju sjell problem mosha apo ju sjell problematika problem? Pra në komunikim. Pra gjithçka varet po thoni në bazë të problematikës. Kryesore është problematika. Por se nuk do të nxjerrni moshat e treta si problem në komunikim. Mosha e tretë është pak vështirë komunikimi me ta, për arsye sepse si stam neve marrsi informacionit, pra neve kanë shumë të vështirë pra ta marrin informacionin dhe na e kthejnë atë feedbackun se si e kanë. Kjo për arsye të aftësive, atem dhe njëherë për arsye të aftësive dhe... Varet nga individi, ndryshon, nga individi, për arsye, por edhe njëkohësisht, si tu është kërkesës së ngutshme që ai të respektohet në maksimum, pra kjo kërkesë, kjo insistimi kërkesës, ndonjëherë diskutimi... Te kalon edhe normat e etikës. Atëherë zoti Sera. Diskutimin dhe komunikimin e bën të vështirë. Po, zoti Sera, kjo do jetë pyetja e fundit në fakt për të gjithë, për ta mbyllur këtë emision të sotëm. Mendoni se ekziston sot edukata apo kultura qytetare, flasim për qytetin e Fierit, për të zbresim në bazë. Po, sigurisht. Pra që të na bëjnë më të lehtë komunikimin me njëri tjetrin? Sigurisht që është në një shkallë më të lartë se shka qenë disa vite më pak, paktën unë e konstatoj këtë edhe me... Pra po vjen një progres. Po, është në progres edhe këtu ka ndikosh, besoj shumë edhe mjetet e komunikimit, televizioni, radio. Fakti që... Po, media po media është ajo që ndikon. Media ka raste që ndikon për keq, ka raste që ndikon për mirë, po përgjithsisht për mirë. Po është një nga arsyet që ne kemi ndërmarrë edhe këtë temë të sotme, në fakt për të dhënë një mesazh, po. Këtë po thosha që ndikon për mirë. Për shembull, më sa mbar më tun disa vite, flas për vitet 93-94 ishte Eracit, vjen dikush prindë bukur ishte Eracit, thoshte faleminderit shitës për shembull. Tani është vere shumë të rinje të reje që... Ndërsa në 97 kërkonin bukën me Karashtë. Po, pra, kjo është... Besoj edhe fakti që shumë nga qytetarët e Fierit vizin në shtetet tjera dhe kam vëre që normat e edukatës qytetare të sjelljes në komunitet duhen respektuar dhe janë të rëndësishme për krijuar një klimë sa më të mirë për vetë qytetin. Dhe ne të zyre njëm këtë domethënë sepse rrallë që thonë që njerëzit nxenë vetëm në rastit problematikat se istaneri janë shumë të konfliktuale. Korona që mbetet një problemin pret në fakt. Përgjithsisht për mua është dhe Fieri ka besoj një traditë që nuk është qytet që ka pasur probleme të tilla. Po në fakt dhe është mbi populluar Fieri për shkak edhe të lëvizjeve demografike. Atëherë le ta marrim me radhë fjalën, sepse jemi në fund të emisionit. Atëherë mendoni që kultura dhe edukata qytetare ka hasur apo ka përqafuar zhvillimin? Sigurisht. Po. Unë mendoj që në komunitetin tonë të vogël, që është Fieri gjithmonë ka qenë një komunitet i mençur dhe i pari që kryesonte rrugën drejt europenizimit, le të themi. Dhe mendoj se në Fier kjo pra arritja e kulturës e etikës po arrin më shpejt se në qytetet e tjera. Ky është të paktën përshtypja ime. Po, faleminderit. Atëherë tek djalë tjetër? Edhe një pyetje. Si është këtu? Kjo është një nga ato që ne thamë për komunikimin.
Atëherë po thonim, a ekziston në nivelin e duhur kultura dhe edukata qytetare në Fier? Po, ka ekzistuar dhe po vjen të rritet kjo kulturë, më thënë. Fieri, si që tha dhe ere, që është një nga popujt, një nga qytetarët me traditë më të vjetër dhe janë më të qetë, le të themi se tjerë, komunikojmë më mirë. Qartë. Atëherë bërë? Kurse unë në pashtu, do me thënë që me sa vjetëre, gjithmonë komunikimi qytetarëve sa po vjen dhe po përmirësohet, edhe nga mënyra e edukatës që u jepet nga prindrit, nga informacionet e shumta që ata marrin në ditët e sotme, por duhet theksuar që komunikimi një njeriu varet dhe nga shkalla e arsimimit të tij. Dhe qyteti i Fierit është një nga qytetet me shkallën më të lartë të arsimimit. Prandaj renditet një nga qytetet me qytetarët ose me një komunitet me qytetari shumë të Zoti Boçova, për ta mbyllur pra me juve, mendoni se kemi bërë ndryshime nga viti në vit? Dhe nëse flasim për brezat e rinë, sepse unë shikoj të rinë të talentuar, por në fakt janë dhe drejt një bote të hapur, me një komunikim më masiv, me një komunikim në alternativa dhe mundësi të ndryshme. Unë jam shumë optimist me mënyrat e kanalet e reja të komunikimit që kemi sot, ose dhe që vazhdojmë të kërkojmë të hapim pra me këto sfida. Sepse kjo do të na çojë drejt asaj që thamë, të kemi një kulturë dhe edukat në marrëdhëniesh me njerëz. Jam shumë optimist. Duke shprehur dhe atë që përpiqet të ndërtojë institucioni i bashkisë në raport me qytetarët dhe për krijimin e opinionit publik, informimin e opinionit publik dhe njëkohësisht veprimin e saj. Prandaj dhe vlerësoj zyrën e informacionit me ndalesë si një formë komunikimi. Po, faleminderit. Si një formë komunikimi. Nuk ka pas që ndikur, por tani është tashmë është. Që do thotë dhe bashkia ka bërë përmirësime. Po, pra që është një kanal i ri komunikimi, pra të gjithë qytetarët të jenë të gjithë, si tu është të mirëpritur dhe besues ndaj atyre që ato gjejnë ato zyrë, sepse burimi i informimit janë pikërisht burime zyrtare, ligjore, pra nga zyrat përkatëse, pra nga territori përkatëse, pra nga titullarët e institucioneve. Mirë, atëherë së më mbetet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj që u bët pjesë e këtij bashkëbisedimi, por që u bët pjesë e këtij mesazhi që ne kishim si qëllim ta përçonim tek audienca jonë, tek komuniteti i Fierit dhe Mëgjer, aty ku shtrihen valët e televizionit Apollon. Shikues të nderuar, kemi folur për komunikimin e gjerë, komunikimin në familje, në shoqërinë, në institucione. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.